Egli Tako u largua nga Big Brother në VIP 4 për shkak të gjendjes së saj shëndetësore. Përpara se ajo të dilte nga shtëpia kishte kërkuar të takonte Gjestin, të cilit I shprehu sërish ndjenjat e saj. Unë nuk e përballoj dot më se jam shumë e sëmur, jam shumë pa qejf. Kam dashur vetëm të ruaj gjithmonë e kam hedhur veten poshtë. Nuk kam luajtur asnjë ditë të vetme që kur kam hyrë në këtë shtëpi. Me shpirt të fal, I tha Egli Gjestit në dhomën e rrëfimit. Ndërkohë që Egli para 2 ditësh Egli bëri një reagim në rrjetet sociale, ku u shpreh se nuk ka arsye pse ta takojë Gjestin jashtë shtëpisë së Big Brother në VIP, pasi ai ja kërkoi këtë gjë. Për sa kohë ai dhe vetëm ai në ndërgjegje e di të vërtetën e kësaj historie dhe ka zgjedhur të deklarohet se asnjëherë s'do mundeshin të kishin një relacion romantik, mendoj se nuk kam arsye ta takoj jashtë shtëpisë, të paktën për një diskutim të këtij lloji, shkroi Egli përveç së tjerash. Ashtu sikurse u konfirmua dje Egli Tako është rikthyer në Big Brother në VIP 4. Egli u paraqit në program dhe është publiku ai që do të vendosë nëse ajo duhet të rikthehet apo jo në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Kisha nevojë të merrja frymë të ndjeja dashurinë e sinqertë. Kam gjetur një gjendje jo të mirë në shtëpinë time. Jam për ata këtu sonte. Mami ime ka sot ditëlindjen. Fjala e fundit që I thash përpara se të largohesha nga shtëpia ishte që ky rikthim edhe një herë brenda kësaj shtëpisë është për të qenë jo në borxh me ty dhe për të vënë në vend dinjitetin tim, tha Egli. Po ashtu Egli foli edhe për Gjestin. E kam mohuar veten time dhe e gjeta veten duke e bërë sërish. Ata që vërtet më kanë dashur, I gjeta të shkatëruar dhe gjeta veten të shkatëruar, duke marrë parasysh si rrethanat kishin ardhur, e dija si do ndihej I ulur, do ndihej I sulmuar. Nuk doja që të ndihej prej meje. Kam thënë më fal për shumë gjëra që nuk ka qenë faji im. E kam bërë se e kam dashur, vazhdoj të ndjej. E kam sfidë të hyj brenda për ta pasur sërish pra 24 orë, por po hyj për të mos qenë ajo që kam qenë, jo për të qenë e keqe me ditë, por për të qenë e mirë me veten time, tha Egli.